Do të ndalemi tek një lajm I fundit që vjen nga Haga. Atje ka kërkuar lirim të përkohshëm Kadri Veseli, por që mënyrë ka marrur përgjigjen refuzuese. Kryeprokuroria e Hagës, amerikanja Kimberly West, ka argumentuar pse Kadri Veseli duhet të vazhdojë të mbetet në paraburgim, raporton Gazeta Express. Ajo ka përmendur disa prej rreziqeve për friksim të dëshmitarëve, ndërkohë që ka përmendur edhe 16 shtatorin si datë kur do të shpallet vendimi final në Hagë dhe thosë se kjo nuk e bën jo proporcional vazhdimin e paraburgimit. Pra, mes tjerash ajo përmend klimën e vazhdueshme të friksimit dhe ndërhyrjes ndaj dëshmitarëve, si dhe vëmendjen e shtuar publike për shkak të aferimit të shpalljes së aktgjykimit. Rreziqet e vazhdueshme që Veseli të pengojë zhvillimin e procedurës ose të kryejë vepra të tjera penale, të cilat janë trajtuar më sipër, si dhe pamundësia që masat alternative ndaj paraburgimit të neutralizojë këto rreziqe. Pra janë vetëm disa prej atyre arsyeve që I ka përmendur kryeprokuroria e Hagës Kimberly West, duke thënë se Kadri Veseli duhet të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim, duke përmendur edhe këtë që po ofron data e vendimit final që do të jetë më 16 shtator.